të drejt për drejt, pjesa e fundit e ka vështetur për ditën e sotme. Kam një nga personazhet më interesant që mund të kishim pasur ndonjëherë në këtë studio. Do të flasim për një aktivitet që zhvillohet sot pas dite, miq dashur, ndoshta një dëshmitar i gjallë dhe një dëshmi tani më e shkruar, jo thjesht e folur e asaj që ka ndodhur në Kosovë. Kemi folur për Shqipërinë në këto 3 dekada, por mbi gjitha që të kuptojmë pak Shqipërinë dhe marrëdhëniet ballkanike, duhet të kuptojmë mbi gjitha çfarë ka ndodhur në pikën tonë nevralgjike dhe dëshmitar më të saktë se Adnan Merovci nuk mund të ketë, ndaj është me ne në studio në këtë mëngjes. Zoti Merovci, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Flavio. Faleminderit për kohën dhe faleminderit për mundimin edhe fizik për të sjellë gjithë këtë volum librash. Në demokraci autorit nuk po i bike vetëm të shkruaj libra, por edhe ti mbaj. Edhe ti mbaj, e vërtetë. Është kryqi që ke ti për të mbajtur, do të thotë kjo. Faleminderit, e vërtetë. Ndërkohë sot do të promovohet sigurisht bibliografia juaj, por mbi të gjitha të premtet, na ngacmoi shumë të premtet. Në fakt, për ata që nuk e dinë, ka qenë dita e konferencave për shtyp. Tani që e mendoj, Berisha e bën të premte në konferencën për shtyp me gazetarët. E ka nga Rugova? Mund të jetë në fakt, sepse është një përmbledhje e javës në fakt aktivitetet. Shumë nëpër Shqipëri, duke ardhur në vizitë, po edhe duke shkuar në vizitë në Evropë, ka shfrytzuar aeroportin e Tiranës. Dhe çdo herë është takuar me Berishën, po thuaj në të gjitha lëvizjet e tij. Ju e dini, më faqe po ju ndërpres këtu. E dini që ka një përpjekje të madhe të mediave pro-qeverisë që thonë që Berisha dhe Rugova nuk shkonin mirë? Jo, unë jam dëshmitar i gjallë dhe unë nuk do të vdes pa e thonë vërtetën. Vërtetën e kam shkruar këtu dhe e them për çdo ditë në një emision që kam atje faktin e Adnan Merovcit në televizion. Dhe e vërteta vetëm duhet thuhet, asgjë, as të sajohet, as të fshihet. Dhe e vërteta plot ndryshe. Ne kemi çik probleme me të vërtetën. Në histori të popullit shqiptar, me krejt historinë e vet, kurse ekziston Shqipëria, le të themi dhe Kosova në këto territore dhe si entitete, nuk ka pas një bashkëpunim. Nuk mund të ahudhim ne bashkëpunimin në Ismail Qemal me Isa Buletinin dhe të Hasan Prishtinës. Por sido që tjetë marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë dhe të Kosovës në dekadën para shtrimit të Kosovës, duke u identifikuar me 2 protagonistë, si lideri i demokracisë në atë kohë në fillim dhe kryetari i Partisë Demokratike dhe tani me të gjitha epitetet që ka, që unë e konsideroj një qendrëstar me përmasa botnore, sepse askush edhe në historinë tonë, bile dhe histori popullit të ndryshëm nuk arriti të qëndroj dhe të luftoj për kauzën që ka. Dhe bashkëpunimi me Rugovën ka qenë jo i ngushtë, por ka qenë për lakmi siç nuk ka ndodhur në histori. Tani ka pas situata, sepse ta kemi parasysh, i vetmi shtet në botë që i ka njoftë si parlament Republikën e Kosovës në atë kohë ka qenë Shqipëria. Dhe Shqipëria ka bajt një farë kosto dhe në thojza një farë bare të këti fakti, sepse me gjithat e Kosova nuk ka qenë ndërkombëtarisht e njohur. Ibrahim Rugova si president i Kosovës gjithandej është njoft. Nuk ka pas njeri prej Bill Clintonit deri në nivelin më të ulët që se kanë thirrë president, dhe ai ka qenë president i Kosovës. Po ja që Kosova për të njohur shtet ka qenë procedurë. Krejt arsenali diplomatik i qeverisë Sali Berishës me ministri të jashtme në botë që ka qenë në atë kohë, kanë punue më tepër, do me thonë dikun rreth 80% kohës për Kosovën, 20% i kanë mbetë për Shqipërisë. Dhe tani si mund të themi që... Interesante, shera pa që të gjojnë në media një qëndrim të tillë, duket sikur edhe vetë Berisha dhe opozita e sotme nuk arrin dot ta komunikojnë një fakt të tillë. Flavio, tani më vjen keq. Jo, ju jeni sekretari i Rugovës, keni udhëhequr kabinetin e tij. Nuk po ju diskutoj. Presidenti Berisha, se unë kështu e kam taku, kështu e keni njohur, po. Kam bete unë si i tillë, presidenti Berisha më njeh mirë dhe i di këto gjëra. Unë kam qenë për 10 vjet gjysmë metre çdo paraqitje publike të Ibrahim Rugovës, qoftë në takimin, qoftë në media. Dhe duke qenë si i tillë, unë kam pas sy dhe vesh, por nuk kam pas gojë, se s'duhet të flisni unë. Sigurisht. Por në këtë kohë, kur veç tash ka kaluar një çerek shekulli, atër duhet të thamë të vërtetat. Dhe të vërtetat... Dhe ju i keni shkruar të gjitha që mos t'ju shpëtoj asnjëra. Parë në hap me Rugovën, dyti është konferenca Rambëvjes, çdo gjë që ka ndodhur. Momentin historik i Kosovës. Edhe këtu bile paraqitet e vërteta në lidhje me qëndrimet e qeverisë shqiptare të kohës dhe në aso kohë të Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Pse është rëndësishme e theksim dallimin? Sepse ka pas keq kuptime, se njëherë ka qenë disponimi kundër konferencës Rambëvjes, sepse është pa që nuk ka atje pavarësi, por është pa që pavarësia në fakt mund të jetë e ardhur nga konkluzionet e Rambëvjes, dhe këte ka Berisha me kohë dhe pastaj e ka dhonë deklaratën e vetë dhe është si dokument dhe kjo është e faktuar në këtë libër.
Libri i tretë është Pengu. Pengu, që ishte Rugova në kohën e bombardimeve. Unë isha i vetmi njeri, bashkëpunëtori i tij që me te me familje ndajem aty. Dhe Rugova, Berisha, Rugovën për këtë akt qëndrimit aty e konsideron si hero dhe e thot publikisht dhe kjo do të shihet sonte në një manifestim që do ta kem, që s'du ta marr ta djeg pyetjen si që dhe quhet Pengu. Dhe takimi me Miloševićin, ku isha prezent, jo nga fillimi, se po ta themit vërtetën. Gjysmë ore ata kanë ndajt vetëm ata dy. Mbas gjysmë ore më ka thirrur Rugova dhe takimi ka gjatë edhe gjysmë ore tjetër. Dhe unë jam dëshmitar i asaj që kam ndi me vesh dhe kam fol dhe kam pa me sy dhe kam shkru këtu fjalë për fjalë. Nuk ka dalë njeri në rruzull toksor që e konteston një germ. Dhe le të del, unë kam dëshirë, jo për ta bëu këtë për ta debatuar. Dhe e fundit është vëllimit të premtet. Pse të premtet? E premtja, siç e that, ka mujt Rugova me qenë edhe në Tiranë të premtet. Dhe dikush në Kosovë ka mbajt një konferencë për shtyp në ora 10, sepse konferencat për shtyp, gjithsesi çaj diskursi komunikimit me publik, vendor dhe ndërkombëtar i Rugovës ka qenë nëpërmes konferencave për shtyp. Dhe populli i Kosovës, krejt qarqet e ndryshme kanë ndëgjuar çka po thot Rugova, sepse ajo ka qenë e marrën, e sublimuar kjo konferencë me informacione gjithandej Kosovës. Dhe kjo konferencë ka pas 3 elemente. E para ka qenë, domethënë, përshkrimi i dhunës javore, çdo javë me emën e mbjamën është cilësu njeriu dhe qëndrojnë me 110.000 njerëz në krejt këto libra, që Rugova në emën e mbjamën i përmend për torturat që janë bo, për dhunën që është zhvillu, duke u bazur në punën e 5.000 njerëzve flatbjo në tërë Kosovën që kanë punu në informacion. Që raportonin të Rugova. Ta kanë qenën në Komisione për Informim të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Bashkëpunëtor Qendrës për Informim të Kosovës, Këshillet për Mbrojtjen dhe Lirinë e Drejtave të Njerëzit, kryesisht këto 3 institucione kanë mbulu informacionin. Dhe gjitha këto kanë ardhur, le të themi, te zyra Rugovës, sepse edhe fizikisht aty kanë qenë gjitha gjërat. Dhe çka ka fol Rugova në të premtet ka qenë, domethënë, përshkrimi i dhunës fillimisht, më fal po flas shpesh që të fitojmë në kohë. Jo, na bën der, po më bën der. E dyta është përshëndetja e çdo aktiviteti që është zhvillu me emrin Kosovë dhe Shqipëri në botë, në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në Macedoni dhe në pjesë tjera territoriale ku shtrihen, gravitojnë shqiptarët, e ka paraqit Rugova. Dhe e treta është projekti i tij politik në një refren që pa të më thonë se ju ka prish qitelia Rugovës dhe vesme që ta dytela po i bjen një Kosovë e pavarur dhe neutrale, e hapur ndaj Serbisë dhe Shqipërisë, me të gjitha garancat për serbët lokal, e bazuar në vullnetin e popullit shumicë, me një protektorat ndërkombëtar si fazë kalimtare, dhe e siguruar nga NATO-ja do të ishte zgjedhja më e mirë, edhe pse serbët tani mendojnë ndryshe. Kjo ka qenë refereni më i gjerum, deviza i Ibrahim Rugovës në çdo të premte. Dhe une, të gjitha këto konferenca, tash gjitha jo, dikun këtu janë përfshirë 234 të premte, që i bie që 234 ekspozet Rugovës janë në këto 3 elemente. Dhe këtu janë 2000 faqe, me 1500 fotografi autentike, e hap, e shet datën dhe i gjenë fotografit e ati ambjenti. Janë ekspozete Rugovës dhe pyetjet. Dhe gjysa, nashta nuk është gjysa, por më pak se gjysa, gjitha këtyre librave shkruajnë edhe për Shqipërinë. Janë absolutisht i bindur që shumë kuriozitet do të ketë sot. Mund ta themi ku do zhvillohet promovimi i këtyre veprave? Ky promovim do të zhvillohet sonte në Tirana International, e hënë në ora 18:30 ose 6:30 në mbrëmje, në Hotel Tirana International, ku do t'jetë prezent edhe qendrestari i demokracisë me promasa botnore, Dr. Sali Berisha. Dhe aty do të shfaqet me këtë rast një film dokumentar i shkurt, 20 minuta, që do t'jetë marrëdhëniet, raportet, sepse atë dokumentar unë ja kushtoj vendit ku e promovoj. Po sigurisht Shqipërisë. Këto libra i kam promovu gjithandej edhe në vendit. Kjo është tani tazi, është promovimi i dytë mbas atij qendror në Prishtinë, ku kanë qenë mbi 300 njerëz, ka qenë familja Rugovës dhe eksponentë të ndryshëm. Dhe aty kam shu një film 50 minuta, kurse në Shqipëri e kam bërë 20 minuta, bile edhe këm duket i gjatë, do të ketë dinamik dhe do të hargjohet. Dhe këtu do të ndëgjojmë për herë të parë fjalët e Rugovës, autentike me pamje për Shqipërinë, për Berishën, ka pas konflikt,
do të jetë në vitin 93 fjalët. Sot mbaron propaganda, sot vdes propaganda, miq të dashur, dhe kur vdes propaganda rilindin faktet, dhe unë duhet ta falenderoj shumë Adnan Merovcin për punën e tij në radhë parë, dokumentuese, ndoshta kjo është arsyeja që shpesh harrojmë se për çfarë shërbejnë gazetarët, për çfarë shërbejnë shkruesit, historianët, se nuk e shkruajnë vetëm fitimtarët historinë, e shkruan e vërteta mbi gjitha, dhe ky duhet të ishte qëllimi jon i ka hershëm, edhe si gazetar edhe si media. Zoti Merovci, do e kapim në kopje. Këto sot mos më merr. Eja sonte dhe i ke. Këto mos më merr se eksponat. Tani nuk do e marr. Tani nuk eksponat edhe për paraqitë të tjera. Do ta ftojnë popullin, sepse duhet ta gjejnë vërtetë. Shqipëri duhet ta dinë. Rugova ka thonë UÇK-ja dorë zgjatur e Serbisë apo jo. Dhe nëse ka thonë këtu është e shkruar. Jo s'ka thonë ashtu, ka thonë kështu me datë dhe ditë. E mbyllim këtu, miq të dashur, faleminderit Adnan Merovcit. Mos harroni sot në 6:30 shkoni për të parë një moment vërtetësie në aksion. Shiheni pak të vërtetën nga afër. Shihemi nesër bashkë në 7:00 deri atëherë. Kujdes vërtetën.